pra ata kanë autorizim tani më, presim që të nxjerrim deklaratat e tyre këtë javë, ndoshta nesër. Gjykatësi po dëshmitarët e tjerë, me shëtit kemi në ngjelet një dëshmitar për cilin presim autorizimin, që është një W007 dhe më thuhet që kjo autorizim do të na vijë shumë shpejt. Gjykatësi pyetja ime është a keni synojnë që t'i thërrisni gjithë ata që paraqiten në gjykatë, më shëtit po. Gjykatësia mendojnë që keni akoma koha ju mjafton që të mbaroni nga fundi i tetorit. Me shëtit që besojmë që po, por natyrisht ka disa faktorë që ndërhyjnë. Kemi parashtruar një mocion i cili nuk është vendosur akoma lidhur me një dëshmitar, pra nëse ai pranon dhe është në pra mënyra se nëse pranohet apo jo, kjo do të ketë ndikim tek planifikimi i gjërave dhe kjo është tani kemi një dëshmitar të dytë që për cilën diskutuam dje, varet se si zgjidhet kjo çështje dhe mund të na liroj kohë shtesë neve, pra do t'ju njoftojmë për gjithë dëshmitarët që mbeten dhe që ne synojmë të mbarojmë ato brenda planit të parapar. Gjykatësi faleminderit, po pyes ekipit e të mbrojtjes lidhur me pyetjet që mund kenë ata, Dixon, faleminderit, ne mund të them që lidhur me dëshmitarët për cilët ne jemi të informuar me fjalë tjera para të që kemi marrë materiale që janë nxjerrur, vlerësimet që kemi bërë praktikisht ngelin të njëjta, por natyrisht, siç e dini ju, shënimet përgatitore kur të vinë, mund të kërkojnë që të bëhen një rivlerësim i këtyre. Dhe ta bëjmë sa më shpejt që të mund që t'ju japim një përditësim. Gjykatësi për gjithë juve, po ju drejtojnë gjithë juve, ju lutem veproni sa më shpejt që është e mundur, sepse kjo ka ndikim të madh në mbrojtjen e Thaçit, e cila po paraqet dëshmitarët e saj në këtë kohë dhe do merrem me këtë pas pak pra. Do t'i diksa në rregull, gjykatësi pra ju lutem të jeni sa më efikas që është e mundur në ndryshimet apo rivlerësimet që bëni të parashikimeve tuaja për kohën që do t'ju duhet. Zoti Dixon, natyrisht do ta bëjmë këtë gjë. Siç e dini ju, kjo varet gjithashtu edhe në leximin përfundimtar të dokumenteve që na vijnë, që paraqiten si prova dhe që do të përdoren si të tilla. Po do të jemi sa më të efikas që është e mundur, sa i takon 3 dëshmitarëve që e kanë ngelur, duhet të presim të shohim provat, por do të rishikojmë për vlerësimet që kemi bërë dhe t'ju informojmë sa më shpejt që të mundur në moment që dalin këto dokumente. Gjykatësi faleminderit, Dixon faleminderit, gjykatësi zoti Tulli faleminderit, ne i kemi të njëjtin qëndrim dhe sapo të kemi deklaratat e dëshmitarëve të rinj, do t'ju japim një përditësim pra trupit gjykues. Faleminderit, gjykatësi faleminderit, zoti Elis mendoj se kemi të njëjtin vlerësim që kishim më parë. Gjykatësi dhe ju vazhdoni të keni synimin që të thrisni dëshmitarët e njëjtë të cilët i kemi shënuar më herët. Elis, jemi duke shqyrtuar këtë, ndërkohë që vinë edhe provat, pra nxjerrin provat e tjera, dëshmit. Gjykatësi, mikrofoni i fikur, Elis, në këtë moment që po flasim po, gjykatësi faleminderit, ZPS-ja, Jodice, faleminderit, vetëm një qartësim. Kemi dëshmitarin W01474 për cilin pritet autorizimi, a ka ndonjë përditësim për këtë, mishëti që jemi duke pritur autorizimin për këtë, që është ekipi jon po merret me këtë. Gjykatësi faleminderit, 2 pika të tjera shtesë. Njërin e keni sqaruar tashmë. Faleminderit për përgjigjet tuaja gjithëve. Siç e thash, përpiqemi të na jepni përditësime sa më shpejt jetë mundur, sepse edhe ne kemi afate që po afrohen shumë shpejt dhe do donim të respektonim ato me qëllim që përfundojmë paraqitjen e provave me datën 14 nëntor siç është parashikuar. E di që është sfidë, por duhet që gjithë bashkëpunojnë që të arrihet jo. Mishetic, nëse më lejoni një çast, gjykatësi përfundoj unë një herë. Kujtoj gjithashtu mbrojtjes
Se nuk duhet të ketë se mund të ndodhë që të ketë boshllëqe para të papërdorura për javët që vinë, për të në sallë të gjyqit, mbrojtja e krasniqës, siç e thash, duhet jetë gati. Nëse ka momente që nuk i përdorim dot ditë të parashikuara, mbrojtja e krasniqës duhet jetë gati që të paraqesë dëshmitarët e saj. Momentin që mbrojtja tha që përfundon, dhe besoj që është relativisht e thjeshtë për të parashikuar. Mëshetiq, tani e keni fjalën ju, Mëshetiq, ju ngritet të pikën për planifikimin siç është komunikuar neve nga trupi gjykues, mendoj të paktën se siç ishte paraprak, mendoj se gjitha katër ekipet e mbrojtjes kanë në dëshirë të shprehin qëndrimin e tyre në një moment të caktuar, kur keni kohë gjatë kësaj jave. Gjykatës Smith në rregull, Mëshetiq, faleminderit. Gjykatësi, zonja sekretare, sillni dëshmitarin, kërkoj ndjes kishit një korrigjim për të bërë. Harrova, Mëshetiq, s'ka problem, faleminderit zoti kryetar. Thjesht çështje e vogël, çështje për vogël, kemi dërguar një email palëve dhe pjesëmarrësve dhe trupit gjykues lidhur me provë materiale tashmë pranuar 1200398 për shkak të një harrese në mocionin ton sipas rregullës 154, pra F014310, prova materiale shoqëruese 14 është renditur gabimisht që përfshihen në numra DHT 05110 deri në DHT 05110 në vend të DHT 05110 deri në DHT 05112. Do donim të shtonim dy faqe që mungojnë të asaj pjese dhe kuptojmë që sa kuptojnë prokuroria nuk ka kundërshtime, gjykatësi është saktë, jo diçka në saktë. Gjykatësi në rregull, këto dy faqe do të shtohen. Mëshetiq, faleminderit zoti kryetar. Gjykatësi, zonja sekretare, mund të sillni dëshmitarin në sallë. Good morning, Mr. Cole. Gjykatësi, mirëmëngjesi, zoti Kovi. Përgjigje, mirëmëngjesi. Gjykatësi, sot do të vazhdojmë marrjen e dëshmisë suaj. Kishim arritur në pikën ku do të filloj tani prokuroria t'ju bëj pyetjet e saj. Ju kujtoj se duhet të përgjigjeni pyetjen në mënyrë të qartë me fjali të shkurtra, nëse nuk e kuptoni në një pyetje caktuar, kërkoni avokatit që të përsërisë pyetjen apo thuani tyre se nuk e kuptoni dhe keni nevojë që të qartësohet. Gjithashtu, ju lutem kujtoni mos harroni të tregoni bazën për njohurinë e fakteve rrethanave mbi të cilat po pyeteni. Ju kujtoj se jeni akoma në detyrimin për të thënë të vërtetën, siç thuhet në deklaratën solemne, bitimin solemn që keni bërë. Gjithashtu, flisni afër mikrofonit dhe prisni 5 minuta përpara se të përgjigjeni pyetjes me qëllim që përkthyesit kenë kohë të përkthejnë. Nëse keni nevojë të bëni ndonjë pushim, na thuani dhe do të bëjmë të mundur këtë gjë. Fillojmë tani me pyetjet që do t'ju parashtroj që besoj, ju lutem përqendrohuni tek pyetjet e tyre. Zonja Judici. Good morning. Mirëmëngjesi zoti Kovi. Përgjigje, mirëmëngjesi. Unë quhem Vega Jodić dhe do t'ju bëj disa pyetje në emër të ZPS-s. Do t'ju bëj pyetje që për të cilat kërkohet përgjigje po dhe jo, kryesisht. Dhe do t'ju kërkoja që të përqendroni përgjigjet tuaja. Së pari do të fillojmë disa pyetje paraprake lidhur me rolin tuaj si zëvendës i parë i PSSP-s. A
ju kujtohet, ju jeni caktuar, pra emëruar në qershor të 99-s, ju kujtohet data saktë? Përgjigje jo. Pyetje, natyrisht nëse nuk ju kujtohet diçka, mund të thoni kështu sepse është në rregull. Pyetje, keni ardhur në Kosovë me 15 qershor 99? Përgjigje po, kjo më kujtohet. Dhe si zëvendës i pari i PSSP-s, keni marrë informime nga personat e tjerë të lartë të shtylllave të misionit? Përgjigje, në atë moment policia nuk ekzistonte në të vërtetë. Pyetje, gjatë gjithë kohës që keni ushtruar funksionet si zëvendës i pari PSSP-s? Përgjigje po. Pyetje, normalisht keni rishikuar, shqyrtuar raportet që janë nxjerrur nga organizatat e tjera ndërkombëtare që punojnë aty, si për shembull OSBE-ja? Përgjigje, OSBE-ja ishte menduar të ishte një prej shtyllave të UNMIK-ut, pra nuk do ta shihnim këtë si një organizatë të ndarë. Pyetje, dhe kur PSSP-ja nuk ishte e pranishëm, e zëvendësonit ju? Përgjigje po. Dhe siç u shënua dje, ju keni shqyrtuar para rregullisht korrespondencën që ka dalë nga zyra e PSSP-s? Përgjigje, e kam parë rregullisht të korrespondencë, po. Pyetje, dhe ju keni miratuar kablogramet që janë nxjerrë nga lëshuar nga PSSP-ja, nga zyra e tij, kur ai nuk ishte vetë i pranishëm, e keni bërë ju? Përgjigje po. Pyetje, dhe këto kablogram që i keni miratuar, keni vënë mbi to inicialet tuaja? Përgjigje po. Dhe në proces verbale dhe kablogramet, juve përmendeni aty gjithmonë si zëvendësi i parë së PSSP-s? Përgjigje, në përgjithësi po. Ndërsa akronimi pra zëvendësi, ZPSSP, ju referohet personave të tjerë që ishin zëvendës? Përgjigje po. Në deklaratën tuaj ju përmendet se PSSP-ja kishte marrëdhënie shumë të mirë, të shkëlqyer. Pra kishit ju me PSSP-n një marrëdhënie të shkëlqyer dhe ju e keni informuar njëri tjetrin në kohë të shkurtra shumë shpejt, kur njëri për jush nuk ishte i pranishëm, është saktë? Përgjigje saktë. Pyetje, në paragrafin 11 të deklaratës tuaj përmendet një libër që ju për cilin ju jeni bashkautor, që u tregua edhe dje gjatë që ju është treguar juve edhe gjatë seancës përgatitore. Tani do të kërkoj të shfaqim në ekran dokument RNSPU 0039 7775 deri në 0039 7846. Thank you. This is the book. Ky është libri për cilin i bashkautor? Përgjigje po. Pyetje, të kalojmë në faqen PDF 3. This was Ky është botuar në 2005, siç thuhet këtu, sakt? Përgjigje sakt. Pyetje, dhe ju jeni autori 2 kapitujve, por keni qenë edhe editor i tij. Përgjigje, këtë punë kam parë shumë më pak, në shkallë më të kufizuar, në rregull, dhe përgjigje varet për cilin kapitull po flasim. Dhe pyetje, faleminderit, dhe ju keni përdorur këtë libër si referencë për 15 vitet e kaluara ku keni dhënë mësim, pra keni përgjigje saktë. Pyetje, do të përdor, të nderuar gjykatës, do të përdor disa faqe të këtij libri gjatë pyetjeve të mia. Kam synoj që ta paraqes secilin
Çfarë pra nëse më lejohet që të paraqes që të dorëzoj secilën faqe për të pranuar si dëshmitar, secilën faqe do t'i tregoj dëshmitarit dhe po mendoj që ndoshta është më mirë që libra si ky t'i dorëzoj në fund të pyetjeve të mia, në vend që ta bëj këtë faqe për faqe, pra për secilën faqe. Gjykatësi kur të mbaroni me faqen, do të prisja më mirë që ju ta dorëzoni atë në atë kohë, ta paraqisni si për të pranuar në provë. Jo diçë. Pra në këtë rënd me qësë ashtu do të paraqes faqen e parë për të pranuar si provë, faqja kopertina dhe 3 faqet e para të librit. Gjykatësi ka një kundërshtim, me shëtit që jo, gjykatësi asnjë kundërshtim, 3 faqet e para, jo diçë po, gjykatësi 3 faqet e para të SPO-it 0397775 deri në 397846 pranohen sekretari i gjykatës dhe këto do të marrin mujnë e provës materiale P04496, aktualisht në të klasifikuar si konfidenciale, zonja jote që mund të jetë publike, Smith riklasifikohet si publike, gjykatësi do të sugjeroja që faqet tjera që do të përdorni, 1, 2, 3, mund të mbajnë të njëjtin titull. Gjykatësia, prokuroria në rregull, faleminderit, mund ta lejmë librin për një çast. Pyetje, keni përshkruar komandantin e KFOR-it Jackson, komandantin e KFOR-it që ka arritur në atë kohë si një person me përvojë të gjerë, pra. Dhe dje tha që të dy juve dhe kushni kishit takime të rregullta me Jackson. E sa përgjigje po, dhe do të shtoja se unë e njihja më parë Jackson, e njihja shumë nga përvojat mia të mëparshme në Bosnjë, kur ishte në selin qendrore në Banja Luka. Ai pyetje në rregull, do të kërkoj të shfaqim në ekran dokumentin faqet PDF 26-27 librit në fjalë, këto janë RNCPO-it 0039780 dhe 7801. Here you have described Këtu keni përshkruar mënyrën se si kushner dhe generali Jackson pra kuptoheshin mirë me njëri tjetrin, kalonin mirë dhe kjo ishte një avantazh shtesë. Nëse mund të përqendrohemi te paragrafi i fundit i librit në faqen 81, që është faqja e dytë në ekran. Faleminderit. Këtu ju keni thënë marrëdhënia e mirë e natyrshme mes PSSP-s Bernard Kouchner dhe generalit Mike Jackson ishte avantazh të jetë i rëndësishëm, por ishte edhe më e rëndësishme që të dy kishin një qasje të punës së tyre me vizion të ngjashëm dhe për këtë partnership, pra për këtë bashkëpunim që ishte kyç dhe të jetë i rëndësishëm. Të dy u pajtuan dhe ishin dakord se puna kryesore në fillim duhej të ishte misioni ushtarak. Pastaj më poshtë keni thënë që ata gjithashtu kuptuan megjithatë se KFOR-i nuk mund të kishte sukses në misionin e tij të përgjithshëm pa një proces politik të ishte i suksesshëm në atëherë më afatgjat. Komandanti ushtarak duhet të kontribuonte në këtë përpjekje për të përpjekjeve politike. Mi sheti që nuk është në ekran me duke zoti kryetar, dëshmitari jo nuk është, mi sheti që nëse mund të tërgohet dëshmitarit në ekran, pra gjykatësi mikrofoni fikur, jo dhe që më kalim në faqen tjetër, kërkojnë ndjes është në kryet e faqes. Pyetje, klasifikimi gjende në mandat dhe në qasje që kishin për misionin civil dhe udhëheqjen ushtarake. Ky ishte përshkrimi i marrëdhënies së tyre, apo jo? Përgjigje po, nëse mund të shtjelloj pak më tej, pyetje po, mund t'ju bëj pyetje të tjera lidhur me këtë më vonë, po ndoshta do të kthehemi më vonë kur ato që kemi trajtuar. Përgjigje, dua të theksoj se nuk ishte rastësishme që marrëdhënia midis
krahut ushtarak dhe civil të misionit ishte shumë ndryshe në Kosovë nga që kishte qenë në Bosnjë dhe kjo dhe më duhet vetëm pak kohë, pra generali Jackson pas mbërritjes së tij atje, tha se tani KFOR-i mund të marrë rolin e tij që i vjen që buron nga ligji, pra rolin e tij të duhur në këtë mision në mbështetje të procesit politik. Pyetje, faleminderit, tani do doja që të paraqes këto faqe, SPO 00397800 deri në dhe 7801 për pranim në prova, gjykatësi këto dy faqe pranohen dhe do të shënohen me si prova materiale me shtojcën 1, sekretari i gjykatës të ndërruar. Në këtë rast, kjo do të marrë numrin e provës materiale për 04496.1 klasifikuar si publik dhe mbahet si e tillë, besoj apo jo, dise pyetje, Jackson nuk u largua nga funksioni i tij si komandant i KFOR-it në tetor të 99-s dhe u zëvendësua nga generali Klaus Reinhardt, është saktë, përgjigje e saktë. Dhe generali përgjigje po marrë po konsideroj që këto data janë të sakta, sepse nuk i kam unë datat. Pyetje në rregull, a ju kujtohet nëse generali Reinhardt qëndroi si komandant rreth parafërsisht 6 muaj deri në mes prillit vitit 2000, përgjigje parafërsisht kështu duhet të jetë. Pyetje, faleminderit, dhe marrëdhënia shkëlqyer e punës që ju dhe Kushner kishit me Jackson vazhdoi me generalin Reinhardt, është kështu? Përgjigje po. Pyetje, faleminderit, tani do të kërkoj të shfaqim në ekran SPO 40015904 deri në 40016230 dhe përkthimin anglisht që përfundon me e rishikuar, pjesërisht kombinuar. Could we please go to A mund të kalojmë të faqja 2 PDF në dokumentin origjinal on the same page? dhe mbajmë të njëjtin dokument. Gjykatësi zënë ju diçka është i njëjti libër, përgjigje jo, diçka është e libër tjetër. Pra, ky është libër i publikuar i botuar nga generali Reinhardt, trupat e KFOR-it për paqe, shënime ditarit të një komandanti gjeneral në Kosovë. E njihni këtë libër? Përgjigje jo. If we could please go Kalojmë në faqen 5 PDF, dhe është SPOE 40015929 dhe në original është PDF faqe 26. so Do të kërkohet për qëndroshit në fund të faqes në versionin anglisht. Këtu generali Reinhardt përshkruan vizitën e parë që ka patur me juve. Ai shkruan: ne bëm vizitën e parë zyrtare tek Bernard Kushner dhe Zëvend City. Misheti që mund të na jepni referencën e saktë, ju lutem. Jo dhe që kërkojnë ndjes, pjesa në anglisht është në faqen tjetër në fund të faqes. Po. Ne bëm vizitën e parë zyrtare tek Bernard Kushner dhe Zëvend City Joe Kobi. Kobi
kishte një ndikim qetësues në gjitha situatat e vështira dhe ishte ekspert me përvojën e negociata me Kombet e Bashkuara në New York dhe gjithashtu me politikanët në Prishtinë. Ai kishte fituar, grumbulluar këtë përvojë në Sarajevo si i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Berlin, edhe si në Sarajevo dhe si i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Berlin. Pra asgjë nuk mund ta destabilizonte atë. Tani kemi zbërës me poshtë paragrafi i fundit, ku ai shënon se si ai vuri këforin nën autoritetin e Kushnerit, dëshirave të Kushnerit, se edhe sa rëndësishme ishte që të kishte një qëndrim të përbashkët për të arritur objektivat e bashkësisë ndërkombëtare dhe se si nuk e kanë lejuar pra që të krijohen përçarje apo ndarje mes tyre. Mendoj që ju pajtoheni me këtë apo jo, përgjigje po. Pyetje faleminderit. Kalojmë në faqen PDF 101 të originalit dhe 27 PDF në versionin anglisht. 16. Dokumenti është SPO-e 4001-6004. Po presim një çast sa të shfaqet në ekran versionin anglisht. Për versionin anglisht kemi vetëm përkthimin e një përshkrimi të shkurtër. Ai njihni këtu në këtë fotografi Kushnerin dhe Reinhardt? Përgjigje po, dhe ai quan atë binjak i tij. Pyetje saktë. Faleminderit. Tani paraqes këto faqe për pranim në prova. Faqet në fjalë janë SPO-e 4001-5905, 4001-6004, 4001-5929. Any objection? Gjykatësi ndonjë kundërshtim? Mishëriq, jo. Thank you, Your Honors. Sekretari i gjykatës, faleminderit të nderuar gjykatës, këto faqe do të marrin numrin e provës materiale P04497. Klasifikimi aktual është publik. Faleminderit. Now, could we please A mund të vendosur në ekran SPO-e 0040345 deri 0040356 dhe përkthimin anglisht. This is a book written Ky libër është shkruar nga doktor Kushneri dhe quhet Luftëtarët e Paqes. Keni ndjeni për të? Përgjigje po. Në fakt e kam lënë një kopje kohët e fundit, po më duket se e kam vetëm në gjuhën franceze, por nuk e kam lexuar. Jam impresionuar që e keni të përkthyer. Pyetje, faleminderit. E kalojmë në faqen 3 në PDF të originalit. SPO-e 00403547. You can please zoom in on the editor. Të shohim hollësitë redaksionale, ju lutem. Tregon këtu se është votuar në vitin 2004 në gjuhën franceze, vetëm në gjuhën franceze. Do you see that?
A shihni këtë pjesë? Përgjigje, a shoh datën e votimit? Pyetje po, përgjigje po. Pyetje. Atëherë të kalojmë në faqen 11 në PDF në të dy gjuhët. SPOE 00403555. Here, if we can zoom in on the English. Ta zmadhojmë versionin anglishte. Në paragrafin e dytë në anglisht, kushneri shkruan lidhur me bashkëpunimin me generalin Reinhardt, ku thotë se gjithnjë kemi reaguar së bashku, civilët dhe ushtarakët së bashku, nuk ekzistonte mundësia që t'ja kalonin fajin njëri tjetrit. Dhe më pas thuhet që ne e paraqitëm veten si binjakët e këtij misioni. Asnjë vendim i rëndësishëm nuk është marrë pa arritur konsensusin e të dy drejtuesve. Unë besoj që jeni dakord edhe me këtë vlerësim të zotit Kushner, apo jo? Përgjigje. Më duket se ju dëgjoj me vështirësi në mikrofon, mund të ngrini zërin, mbase jo diçë mbase mund t'ja ngrin volumin në kufjet e dëshmitarit. Dëshmitari, vazhdoni lutem. Did you A i dëgjuat këto pjesë që lexova, dëshmitari mund të lexosh edhe një herë. Jo, diçë, këtë thuhet, ne gjithë kemi reaguar së bashku, civilët dhe ushtarakët së bashku, pra. Nuk çështrohej çështja që të kalonin fajin njëri tjetrit. Dhe më pas thotë, ne u paraqitëm si binjakët e këtij misioni. Asnjë vendim i rëndësishëm nuk është marrë pa konsensusin e të dy drejtuesve. Pra, këtë është thotë kur shpreh marrëdhëniet me generalin Reinhardt. Dhe besoj që jeni dakord me këtë vlerësim, përgjigje në përgjithësi po. Pyetje dua që t'i paraqes për pranim të prova materiale SPOE 00403555 deri në 3557 dhe pas 00355 që është pra faqja e titullit plus këtë faqe që përdora. The objection. Kryqëgatës ndonjë kundërshtim, mishit e që nuk ka kundërshtim, kryqëgati SPOE 00403545 deri në 00403547 së bashku me faqen në PDF, faqen 3 në PDF. I kërkon ndjes dhe faqen 11 mund të lexoj numrin e provës edhe një herë në gjykatës nuk ka mikrofon. Jo diçë ashtu është. Sekretaria në gjykatës do të përsërisë të shifrat e fundit që nuk u shënuan, ishte 00403 555 së bashku me 00403545 deri në 47 do të ketë provën numrin e provës materiale P4498 aktualisht është konfidenciale, kryqëgatës do të jetë publik, besoj jo diçë po. Unë propozova dhe faqen që përfundon me shifrën 40355 që është kjo faqe gjykatës po tha që kjo është përfshirë. Kryqëgatës do të riklasifikohet si publik. Jo diçë. Në deklaratën tuaj në paragrafin 17 keni përmendur shkurtimisht mandatin e rezolutës së Këshillit të Sigurimit të 2044 dhe dua që ta lexojmë së bashku. Pra, mund të vendosim 1D 0078 në ekran.
So this is the resolution that Kjo është rezolutë që jam sigurt që e njihni shumë mirë dhe mund të kalojmë në faqen e dytë në PDF dhe të përqendrohemi në paragrafin që është mbi pikën 1. This paragraph states. Në këtë paragraf thuhet që Këshilli I Sigurimit vepron në kapitullin 7 të Kartës së Kombeve të Bashkuara, që është edhe karta që lejon veprimet e detyruese ushtarake në rast të kanosis ndaj paqes. Kështu është përgjigje po pyetje të kalojmë në faqen pasuese. Yes. Të përqendrohemi tek paragrafi 9 dhe nën paragrafit e tij. Kjo pjesë përcakton mandatin nikëfor. Kështu është përgjigje po. Pyetje përfshirë që është që ka të bëjë me sigurimin publik dhe krimin deri në momentin që këtë detyrë ta marrë përsipër prezenca civile ndërkombëtare, që është në pikat C dhe D. Kështu është përgjigje po. Pyetje. Në fund të kësaj faqe, në paragrafin 11, përcaktohen detyrat e pranisë civile. Kështu është përgjigje po. Pyetje, dakord. Faleminderit. Dua t'ju pyes tani lidhur me njëri që keni pasur ju për UÇK. E keni përmendur këtu në deklaratën tuaj, dëshmitari njohurinë jo diçë UÇK-s. Keni dini se kur është faqe për të parë publikisht UÇK-ja? Përgjigje jo. Pyetje. Dhe unë besoj se nuk keni dini as edhe me rregulloret e UÇK-s apo jo. Përgjigje jo. Pyetje. A keni dini mbi përmbajtjen e ndonjë urdhri të UÇK-s? Përgjigje nuk besoj. Pyetje, faleminderit. A keni dini lidhur me rolet e Azem Sylës dhe Sokol Bashotës? Përgjigje jo. Pyetje. A keni dëgjuar ndonjëherë për një shkëmbim të burgosurish që ndodhi në janar të vitit 1999? Përgjigje jo. Nuk kam djeni. Pyetje, faleminderit. Dëshmitari, më lejoni të shtoj se në atë kohë nuk kam qenë I përfshirë në këtë, kam punuar në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare, kam qenë duke punuar në një projekt që kishte të bënte me një libër që do të shfrytëzohej për praktikësinë e së ardhmes, nuk ishte I përqendruar në ngjarjet në Kosovë. Nuk I kam ndjekur në të njëjtën mënyrë siç kisha ndjekur më parë kur kam punuar në Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Kështu që jo është përgjigja, nuk kam pasur dieni. Pyetje, faleminderit. Në seancën përgatitor ju tha që nuk keni dieni se për çfarë shkruesa PU. Përgjigje. Kam hamendësuar që kishte të bënte me një njësi të paraushtarak, po jo nuk e di. Pyetje, faleminderit. Në deklaratën tuaj e keni përshkruar Hashim Thaqin si jo ushtar, jo ushtarak, dhe po kështu dhe marrëdhëniet me UÇK-n si shumë të vështira. Duhet t'ju pyes do I bëj disa pyetje lidhur me një ori që keni pasur për Hashim Thaqin. Ju keni pasur dieni që ai kishte kryesuar delegacionin shqiptar në Rambojë. Kështu është përgjigje. Nga historia e di se në përfundim të Rambojës, a ishte të caktuar të ishte kryeministri I qeverisë së përkohshme. Unë, siç e thash,
isha I përgjithshëm një projekt tjetër në universitet, kështu që nuk e di se në çfarë cilësie ishte ftuar apo cili është roli që ka luajtur gjatë diskutimeve të brendshme të mbajtura në Ramboje. Pyetje, faleminderit. Po kështu ju kishit dieni që kishte nënshkruar marrëveshjen në fjalë përgjigje, po pyetje, a keni pasur dieni se kush kanë qenë themeluesi të UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje, a keni patur njohuri lidhur me rolin e LPK-s për krimin e UÇK-s? Përgjigje nuk mund të them se kam dieni jo. Pyetje, faleminderit. A keni pasur dieni se ka caktuar LPK-ja si përgjegjës për të krijuar dhe ndërtuar UÇK-n? Përgjigje jo. Pyetje, a keni pasur dieni që UÇK-ja kishte nisur një sulm të sinkronizuar duke shfrytëzuar Granda Hellsit, sulm kundër disa stacione policore serbe në shtator të vitit 1997. Përgjigje, po përpiqem të kujtoj se kam qenë atë kohë. Mund të kem pasur dieni. Pyetje, do të përpiqem të ju rifreskoj kujtesën për të parë nëse do t'ju kujtohet. A mund të vendosim në ekran CPOE 00131751 deri 00131857 dhe përkthimin në anglisht që ka numrin rendor CPOE 00131824 deri CPOE 00131857 ET. While we wait, Ndërkohë që presim të na shfaqet në ekran, a keni dieni se kush I ka sjell në Kosovë këto Granda Hells vetëm një muaj përpara këtyre sulmeve të koordinuar? Përgjigje jo. Pyetje, faleminderit. if we can please go to Të kalojmë në faqen e PDF faqen 9 në PDF në anglisht, që është faqe 82 e PDF-s në variantin në shqip. and if we can focus on the last question on that page. Përqendrohuni pyetjen e fundit në këtë faqe që ndodhet në fund të saj. Këtu pyetet, dhe kjo është një intervistë me Recep Selimin e botuar në vitin 2003. Aty e kanë pyetur lidhur me logjistikën dhe ushqimin për ushtarët e UÇK-s, dhe ai thotë në fund të kësaj faqe, 3 rreshet e fundit, pas këtyre 3 të parave, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli sollën mortajet e tjera dorë në Jabllanicë në gusht të vitit 1997. Të kalojmë në faqe tjetër, pra sa përket këtyre mortajeve të dorës. We had 11 of them. Kishim 11 të tilla. 3 erdhën me formë të tjera dhe me pas kemi patur 14 për të përgatitur për 14 veprime në 11 shtatorin 1997. Deri në atë ditë nuk kishim shfrytzuar asnjë për tyre, pavarësisht se ndonë se kishim nevojë të I përdornim, me qëllim që Serbia të mos merrte masa, sepse në atë kohë llogarisim se kjo është një armë e madhe dhe dëshironim ta zinim Serbinë në befasi, siç edhe ZUM duke organizuar një aksion shumë të fuqishëm dhe të sinkronizuar në shtator 1997.
patëm 14 mortaja dhe bëm 14 aksione. Po të kishim pasur 20, do të bënim 20 aksione. A të kujtohet kjo ngjarje? Përgjigje jo. Your Honor, I would like to... Pyetje, unë i ndërruar gjykatës dua që ti paraqes për pranim këto dy faqe. These are SPOE Që kanë shifrën SPO 00131832 dhe SPOE 00131833. Gjykatës kanë në kundërshtim tali, po ne kemi kundërshtim. Të hënën prokuria dërgoi një email ku ka thënë në mënyrë të pasaktë se këto ishin autorizuar nga trupi gjykues, këto materiale që do të paraqiste, dhe zoti Roberts ju përgjigj këtij email të njëjtën ditë duke kujtuar trupi gjykues që ka përfunduar periudha kur ZPS mund të paraqisë provat e saj. Kanë patur muaj dhe ditë të tërë dhe kjo është një përpjekje për të rihapur atë proces dhe për të paraqitur këto dokumente. Këto dokumente për të cilat dëshmitari nuk ka thënë asgjë, që thotë që nuk ka njohuri për këtë incident dhe nuk shton asgjë. Faleminderit. Më shqitiq, a mund, unë jam dakord, dëshmitari nuk ka dhënë si koment Dixon, po kështu edhe ne jemi dakord. Kjo është një periudhë vitit 1997, nuk ka të bëjë asgjë me thelbin e dëshmisë së tij dhe ne ngrejmë edhe çështjen e relevancës lidhur me këtë aspekt. Jo di që arsyeja se përse e kemi dërguar këtë email mes palëve është se gjatë përgatitjes së këtij dëshmitari kishim vëmë re se nuk kishim pranuar këto dy faqe. Kur e paraqitëm këtë dokument në fakt kemi përdorur me 440 dhe në fund paraqitëm të gjitha faqet dhe në fakt të tërë dokumentin dhe ju i ndëruar gjykatës me 4 dhjetor morët vendimin se pjesët e intervistës të cilat i janë paraqitur dëshmitarit përmbushin kriteret për pranim. Ne kemi besuar në atë kohë se edhe këto faqe ishin pranuar në atë kohë dhe kjo ishte arsye se pse e dërguam këtë javë emailin që dërguam. Ne menduam që ishte një gabim që nuk ishin pranuar. Megjithatë, po i paraqisim tani veçmas dhe arsyeja për pranimin sa përket relevancës ka të bëjë me dëshminë që për këtë dëshmitari, thjesht dëshmitari flet për marrëdhëniet e vështira që ka patur MUÇK në Shqipëri. Këtu po flasim për Këtu po flasim për 1997, e ka folur se Hashim Thaçi nuk ka qenë luftarak, ndërsa këtu tregohet pjesa se si ai ka dërguar armë MUÇK-s. Miqtë që mund të përgjigjem. Dëshmitari në dëshminë e tij kryesore ka folur vetëm për periudhën kur ka arritur në Kosovë, që nga korriku i 1999, dhe kjo nuk ka asgjë të bëjë me zotin Thaçi dhe marrëdhëniet e tij me UÇK-n. Dëshmitari nuk ka thënë që ka patur ndonjë bazë për njohuritë e tij lidhur me marrëdhëniet e zotit Thaçi me UÇK-n përpara mbërritjes së tij. Jo di që me gjithë respektin që kam ndërruar gjykatës, zoti Miçiti që po jep dëshmi këtu. Kjo nuk ishte pjesë e dëshmisë së tij, por unë kam detyrë për të eksplikuar të gjitha gjërat që ka thënë në deklaratën e tij dëshmitari Miçiti. Unë duhet të shtoj. Kjo ka të bëjë me faktin që vendimi më hershëm i trupit gjykues ishte i qartë që bëhej fjalë për pranimin e një faqe të vetë dhe prandaj të 4 ekipet e modës e kanë kundërshtuar gjë të tillë. E dyta, unë nuk po e interpretoj gabimet që ka thënë dëshmitari. Dëshmitari ka bërë të qartë se ai nuk ka komentuar me gjëra që nuk i ka parë vetë. Ai ka thënë që nuk shef asgjë, nuk ka shtuar asgjë. Në qoftë se doni që prokuroria dëshiron që këtë ishte pjesë e provave materiale, duhet të kishte paraqitur atë përmes procedurës jo gojore apo ndonjë mënyrë tjetër. Kryejgjykatësi, këto dy faqe do të pranohen
janë relevante, kanë të bëjnë me njohuritë e tij lidhur me zotin Thaçi dhe rolin e tij. Dhe kjo çështje është ngritur gjatë pyetjeve që ka bërë pala e mbrojtjes. Do të pranoj minutën i vendosni një numër prove sekretaria. Mund të kemi një serim këto dy faqe që ja shtojmë dokumentit të pranuar më herët, që është P01883, apo të japim numër të ri prove. Jo diçka, ne do të preferonim që të shtoheshin asaj prove materiale. Kryegjykatës që atëherë shtohen i provës materiale 183. Sekretaria, faleminderit, faqet SPO 00131832 dhe 833 do t'i shtohen provës materiale P0183, klasifikimi publik. Me shileq, zotë kryetar, a mund të më jepni ca kohë gjatë pushimit të kështu, ne duam të bëjmë një kundërshtim të cilin nuk duhet ta zyrtar, këtë nuk duhet ta bëjë në praninë e dëshmitarit. Jo diçka, faleminderit. Ju kërkoj ndjesë për këtë ndërprerje. Tani i kthehemi njohurive që ke pasur ti lidhur me zotin Hashim Thaçi. Nuk keni pasur dieni lidhur me sulmin mbi shtëpinë e Jasharit? Përgjigje po. Pyetje. A keni pasur dieni që kjo ka çuar një fluks të madh njerëzish që kanë shkuar në Kosovë për t'u bashkuar UÇK-s? Përgjigje, nuk i kam ndjekur nga afër këto zhvillime. Në atë kohë, në Këshillin e Sigurimit, unë kam qenë përqendruar në zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Pra, përgjigja e shkurtër është po, kam patur dieni, po jo në hollësi. Hollësit kanë qenë të pakta. Pyetje, a keni pasur dieni lidhur me ushtarak profesionistë të cilët janë bashkuar UÇK-s në pranverë të 98-s? Përgjigje jo. Pyetje, pra, nuk keni patur dieni nëse ato do të duhet të autorizoheshin nga UÇK-ja përpara se të antarësoheshin? Përgjigje jo, nuk e di. Pyetje. Faleminderit. A keni dëgjuar për marrjen në kontroll të minierës Bellachevsit në Bar të Madh nga UÇK-ja? Përgjigje jo. Pyetje. A keni dëgjuar ndonjëherë nëse në atë vend ka qenë në Bellachevs, pra në Bar të Madh ka qenë Hashim Thaçi në kohën kur ka qenë ky vend në duart apo në kontrollin e UÇK-s? Përgjigje jo. Pyetje. Do t'ju tregoj një video të shkurtër përpara se të marrim pushimin. Të vendosim në ekran P01273 me transkriptin në anglisht. We can just play the video, Lozim vetëm videon, se s'ka nevojë për transkriptin. Deri në shifrin 0034, pra deri në 34 sekonda. Thank you. Faleminderit. Personi i cili ka filmuar këtë i ka identifikuar këto ushtarak me emrin Hashim Thaçi dhe me emrat Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, dhe ndodh kjo në numrin e transkriptit
në numrin e transkriptit 16650 të datës 4 qershor 2024. Unë besoj se nuk e ke parë këtë video, apo jo? Përgjigje jo, nuk e kam parë. Jo, dëgjoj, mund të jetë kohë mirë për të marrë pushimin. Kryegjykatësi dëshmitarit do të japim 10 minuta pushim. Dëshmitari, faleminderit. We're adjourned for 10 minutes. Pushim për 10 minuta, sekretaria të gjithë në kamp.